Kjo është shkëtetira e Utah, e zbrazët, e thatë dhe jo saktësisht një vend që do ta zgjidhje për një fundjavë relaksuese. Normalisht, askush nuk do të sillte kafshë këtu, por prej vitesh njerëzit kanë bërë pikërisht këtë. Ata kanë sjellë qindra kastor në një vend ku sinqerisht as nuk duhet të mbijetonin. Duket e çuditshme, apo jo? Por kur studiuesit pan fotografitë të vjetra, kuptuan se kjo zonë nuk ka qenë gjithmonë kështu. Dikur kishte ujë kudo, lumenj që rridhnin dhe jeta funksiononte normalisht. Rikthimi i gjithë kësaj me dorë do të kushtonte një shumë të çmendur parash. Pastaj dikush, një lloj gjeniu i rastësishëm, doli me një ide shumë më të mirë. Le t'ja lëm kastorëve këtë punë. Dhe kështu përfundon me kastor në shkëtetir. Tingëllon pak sa gabim, një shkëtetir dhe një kastor duken sikur nuk duhet të ekzistojnë as në të njëjtën fjali. Atëherë çfarë po ndodh në të vërtetë? Së pari, duhet të kuptoni se ku shkoi uji i Utah. Merrni si shembull liçenin e madh të kripur. Prurja e tij ka rënë rreth 39% që nga viti 1850. Kryesisht sepse njerëzit vazhdojnë ta devijojnë ujin për qytete, bujqësi dhe zhvillim. Pothuajse çdo sistem natyror ujor në Utah është ndryshuar në një mënyrë apo tjetër. Lumenjtë sot nuk janë më si dikur. Në vend që të jenë sisteme të gjalla dhe të ngadalta, shumë prej tyre janë kthyer në kanale të drejta dhe të shpejta. Por një lum nuk është thjesht ujë që rrjedh poshtë, është një sistem që ndërton formën e vet me kalimin e kohës, duke balancuar ujin, sedimentin dhe tokën përreth. Normalisht, lumenjtë dalin nga shtrati i tyre dhe përmbytin fushat përreth çdo 18 deri në 24 muaj. Dhe kjo është diçka e mirë. Këto fusha mbajnë ujë, e filtrojnë atë dhe ndihmojnë në kontrollin e rrjedhës. Aty krijohen pellgje dhe zona të lagështa, ku rriten bim dhe vendosen kafshë. Me pak fjalë, aty zhvillohet jeta. Por sa po ndërhin njeriu, gjithçka ndryshon. Lumenjtë kthehen në kanale të shpejta. Uji kalon me shpejtësi pa u thithur në tokë. Nuk ka më fusha për mbytje, nuk ka rritje bimësh, nuk ka kafshë. Vetëm uji që kalon me shpejtësi, sigurisht me nxitim. Dhe ky nuk është vetëm problem i Utah. Vetëm në këtë shtet, më shumë se 99% e lumenjve kryesor, përfshirë Colorado dhe Greene, janë ndryshuar. Në të gjithë perëndimin e Shteteve të Bashkuara, rreth gjysma e sistemeve lumore janë dëmtuar nga aktiviteti njerëzor. Kjo përbën rreth 140.000 metra lumenj, mjaftueshëm për të rrethuar tokën pothuajse 6 herë. Pastaj është bora, që është në thelb sistemi natyror i ruajtjes së ujit në Utah. Gjatë dimrit, bora grumbullohet dhe shkrihet gradualisht, duke furnizuar lumenjtë, tokat bujqësore dhe rezervuaret. Por ky sistem po zvoglohet. Që nga viti 1979, niveli maksimal i borës ka rënë rreth 16%. Më pak borë do thot më pak ujë dhe gjithçka fillon të thahet. Kur uji zhduket, ekosistemet shpërbëhen. Peshqit kanë vështirësi, kafshët humbasin habitatin dhe biodiversiteti dëmtohet. Zjarret e mëdha e përkeqësojnë edhe më shumë situatën. Merrni si shembull zjarrin Milford Flat, më i madhi në historinë e Utah. Ai filloi nga një rufe dhe dogji pothuajse 363.000 akra. Por dëmi i vërtet nuk mbaron kur zjarri shuhet. Pas një zjarri, toka nuk mund të mbajë më ujë si më parë. Shiu shpërlan sedimentin drejt në shtratin e lumenjve. Brigjet shemben, erozioni rritet dhe lumenjt gushtohen. Ajo që dikur ishte një lugin e gjerë me ujë të cekët, kthehet në kanale të ngushta, ku uji kalon pa u ndalur, pa u thithur dhe pa mbështetur jetën. Në këtë pikë, të mos bëj asgjë nuk ishte më një opsion. Zgjidhja, çuditërisht, erdhi nga një shtet tjetër. Pas një zjarri të madh në Idaho, studiuesit vënë re diçka të pazakont. Në mes të një peizazhi të djegur dhe gri, ishte një zonë e gjelbër plot jetë. Gjithçka përreth ishte shkatruar, por kjo zonë dukej krejtësisht në rregull. Arsyeja ishte e thjeshtë, uji nuk digjet, dhe kush e menaxhon ujin? Kastorët. Ajo zonë e gjelbër rezultoi të ishte një habitat i lagësht i krijuar nga kastorët. Kur e shtar, shkencëtarët filluan të analizojnë më thellë.
ata studiuan imazhe satelitore nga disa zjarre në shtete të ndryshme, duke u fokusuar në zonat me diga kastorësh. Rezultati ishte i qartë. Bimësia pranë digave të kastorëve digjej rreth 3 herë më pak se sa në zonat pa to. Kjo ka kuptim. Bimët e lagështa dhe të shëndetshme janë shumë të vështira për t'u djegur se sa ato të thata. Kastorët nuk ndërtojnë vetëm diga. Ata lagin të gjithë peizazhin, duke kthyer lugina të thata në sistemet të lagështa, ku zjarri ka vështirësi të përhapet. Këto zona shërbejnë edhe si stre për kafshët. Amfibët, zvaranikët, zogj dhe gjitaret e vegjël mund të mbjetojnë gjatë zjarreve, thjesht sepse aty ka ujë. Pra nëse kastorët mund të bëjnë diçka të tillë, pyetja bëhet e qartë. Pse të mos përdoren qëllimisht? Dhe pikërisht këtë bën njerëzit. Në disa pjesë të Utah, veçanërisht në kanjone të thella në shkëtëtir, filluan të shfaqen gjëra të papritura. Në mes të tokës së thatë dhe të zbrazët, tani ka oaze të gjelbra dhe të gjalla. Lumi Price rrjedh qetë edhe në ditët më të nxehta. Bimësia arritet, kafshët kthehen dhe gjithçka duket sërish e gjallë. Nëse prisni mjaftueshëm, mund të shihni edhe përgjegjësit për këtë. Vetë kastorët duke punuar qetësisht, duke ndërtuar dhe duke formuar tokën. Për studiuesit që merren me këtë, nuk ka qenë e lehtë. Rikthimi i kastorëve në mjedise shkëtëtire tingëllon si një ide e keqe në fillim, por kjo është pikërisht ajo që kanë bërë. Qëllimi ishte i thjeshtë, të rikthehej ujë, të rritej sasia e tij, të përmirësojë cilësia dhe të riktheheshin ekosistemet në lindje të Utah. Këta ujëra mbështesin jetën e egër, bimët dhe madje edhe specie të ralla peshqish. Dhe jo, kastorët nuk u vendosën rastësisht. Çdo zhvendosje ishte planifikuar me kujdes, duke i vendosur në zona ku mund të bënin vërtet ndryshim. Kastorët në fakt kanë jetuar këtu shumë kohë më parë. Në një kohë, ata ishin kudo, nga Skocia në Spanjë, nga Siria në Rusi dhe në gjithë Amerikën e Veriut, nga Kanadaja në Meksik. Me pak fjalë, kudo ku kishte ujë, kishte edhe kastor. Pastaj njerëzit u interesuan shumë për modën dhe kapelat prej gëzofi. Gjatë tregtisë së gëzofit, nga shekulli i 16 deri në të 19-tin, kastorët u gjuajtën aq shumë sa pothuajse u zhdukën. Vetëm në dekadat e fundit, falë shkencës dhe presionit nga mbrojtësit e natyrës, numri i tyre ka filluar të rritet përsëri. Sot, në botë ka rreth 10 milion kastor. Kjo duket shumë, por nuk është asgjë krahasuar me të kaluarën. Vetëm Amerika e Veriut dikur kishte rreth 100 milion kastor. Në këtë sistem të veçantë lumor, kastorët nuk u zhdukën plotësisht, por numri i tyre ra shumë gjatë periudhës së tregtisë së gëzofit. Sipas studiuesve, mjedisi mund të përballonte shumë më tepër. Kështu që, në vend që të prisnin, vendosën ta përshpejtonin procesin, duke sjellë kastor nga zona të tjera. Pastaj, situata u përkeqësua. Në fillim të viteve 2010, një rëshitje dheu goditi zonën dhe zhduku një pjesë të popullsisë lokale të kastorëve, pikërisht ata që po e mbanin ekosistemin gjallë. Zgjedhja ishte e thjeshtë, duhet të silleshin më shumë kastor. Sigurisht, vendosja e kastorëve në shkëtëtir nuk është as pak e lehtë. Problemi më i madh është i qartë, uji. Në disa vite, thatësirat ishin aq të forta sa zonat e studimit u thanë plotësisht. Pastaj vjen nxehtësia. Temperaturat gjatë verës mund të qëndrojnë mbi 38 gradë Celsius për javë apo edhe muaj. Për këtë arsye, studiuesit shmankin zhvendosjen e kastorëve në periudhat më të nxehta. Në këto kushte, kastorët ndryshojnë sjellje. Gjatë ditës, qëndrojnë të fshehur në strofulla për t'i shpëtuar vapës dhe dalin vetëm natën. E kuptueshme. Puna përqendrohet në lumenjë si Price dhe San Rafael, të vendosur në disa nga zonat më të thata të Utahut lindor. Qasja është shumë e kujdesshme. Në vend që të ndryshojnë lumenjt me dorë, studiuesit përdorin atë që quhet restaurim pasiv. Me fjalë të tjera, lën natyrën të bëjë punën. Shumë nga kastorët vijnë nga qendra rehabilitimi dhe zhvendosje.
Këta janë shpesh individ që kanë shkaktuar probleme diku tjetër, si përmbytje rrugësh apo dëmtime pronash. Para se të lirohen, çdo kastor kalon një karantinë 3 ditore për të shmangur përhapjen e sëmundjeve. Më pas pajisen me mikrochip dhe transmetues radioe që studiuesit të ndjekin lëvizjet e tyre. Qëllimi është i thjeshtë, të ndërtojnë diga. Sapo kjo ndodh, gjithçka fillon të ndryshojë. Zhvendosjet e para u bën në vitin 2019 dhe një valë tjetër në vitin 2020. Në total u zhvendosën 47 kastor, shumë prej tyre të konsideruar më parë si problem. Në shumë vende, kastorët trajtohen si dëmtues dhe shpesh eliminohen. Këtu, ata marrin një mundësi të dytë për të ndihmuar mjedisin. Jo të gjithë mbijetuan. Disa nuk përballuan zetësinë, disa nuk i mbijetuan stresit, të tjerë u kapën nga grabiçarët dhe disa thjesht u larguan, pa u vendosur dhe pa ndërtuar diga. Megjithatë, rezultatet ishin premtuese. Studiuesit filluan të shohin diga të reja në vende ku më parë nuk ishte asnjë. Disa kastor qëndruan afër vendit ku u liruan, ndërsa të tjerë udhëtuan deri në 19 kilometra më poshtë përgjatë lumit. Për një kafshë kaq të vogël dhe paksa të ngatët, kjo është mbreslëndse. Edhe kur lëvizin, ata vazhdojnë të kontribuojnë. Sistemi lumor ishte tashmë shumë i dëmtuar, kështu që çdo aktivitet ndihmon. Jeta në shkëndëtir është e vështirë dhe bërimet janë të shpërndara, prandaj është normale që kastorët të lëvizin shumë. Në sezonin pasues, u sollën edhe më shumë kastor. Ideja ishte e thjeshtë, më shumë kastor do të thotë restaurim më i shpejt në një zonë më të gjerë. Shkalla e mbijetesës ishte më e ulët se ajo e kastorëve vendas, pak në 40%, krahasuar me rreth 80%. Por edhe ky 40% përfaqëson kafshë që nuk u vranë si dëmtues, dhe kjo tashmë është diçka pozitive. Grabiçarët janë një tjetër sfidë. Disa kastor u vranë nga kafshë si rëqebuj, puma, arin të zinë dhe kojota. Të tjerë ngordhen për arsye të paqarta. Disa madje humbën pajisjet e gjërmimit pasi u ngatruan në bimësi. Lëvizja në një territor të panjohur është e rrezikshme, sidomos për një kafshë si kastori. Ata janë të qetë, të ngadaltë dhe jo të ndërtuar për përballje. Për grabiçarët janë një pre e lehtë. Kastorët zakonisht peshojnë nga 9 deri në 23 kg. Në tokë lëvizin ngadalë, pothuajse si të kishin veshur pend në noti. Nuk janë as pak të shpejtë. Për këtë arsye, studiuesit kërkojnë vazhdimisht mënyra për të rritur mbijetesën. Një gjë që kanë vënë re është se kastorët përshtaten më mirë kur zhvendosen si familje dhe jo të vetëm. Prandaj, kur është e mundur, zhvendosen grupe familjare. Ata po studiojnë edhe sjelljen. Disa kastor janë më të guximshëm dhe më të gatshëm për të eksploruar. Pyetja është nëse kjo i ndihmon apo i rrezikon. Për ta kuptuar këtë, përdorin teste të thjeshta. Vëzhgojnë reagimin gjatë kontaktit dhe përdorin një test, ku vendosin një objekt të panjohur në hapësirën e tyre dhe matin sa kohë u duhet për t'ju afruar. Në natyrë, një objekt i panjohur mund të jetë rrezik, kështu që kjo jep një ide për karakterin e tyre. Përse kastorët dhe jo një kafshë tjetër? Sepse kastorët nuk jetojnë vetëm në një mjedis, por ata e rindërtojnë atë. Kjo është arsyeja përse kastorët quhen specie kyçe. Janë kafshë nga të cilat varet një pjesë e madhe e ekosistemit. Për këtë arsye, shkencëtarët po punojnë për të rikthyer në zona të dëmtuara dhe të thata. Metoda e tyre ndërtimit është e thjeshtë, por shumë efektive. Fillimisht devijojnë rrjedhën e ujit për të ulur forcën e saj. Pastaj vendosin deg dhe trunjë në baltë për të krijuar bazën. Më pas, ndërtojnë më lart, duke përdorur çdo material që gjejnë, si deg, lëvore, gur, baltë dhe bimë. Rezultatet janë të mëdha. Digat e kastorëve zvoglojnë rrezikun e përmbytjeve, rrisin biodiversitetin, përmirësojnë cilësinë e ujit dhe reduktojnë erozionin. Procesi ndodh gradualisht. Uji nuk rrjedh më drejt përpara me shpejtësi, por përhapet anash.
Toka bëhet më e lagësht dhe në zona ku më parë nuk rritej asgjë, fillojnë të shfaqen bimë të vogla. Ngadalë, peizazhi fillon të rikthehet në jetë. Kur bimësia rikthehet, edhe insektet fillojnë të shfaqen, të tërhequra nga lagështia dhe kushtet e reja të zonave të lagështa. Uji i qetë bëhet vend shëmimi për shumë specie, përfshirë mushkonjat. Pas tyre vijnë kafshët që ushqehen me insekte, si betkosat, zvaranikët e vegjël dhe krijesat të tjera të këtyre habitateve. Më pas, shfaqen specie më të mëdha, veçanërisht zogjt që ushqehen me insekte dhe amfibë. Në këtë mënyrë, një zonë e vetme e lagësht fillon të mbështesë një rrjet të tërë ushqimor. Nëse kastorët vendosen me sukses, efekti mund të jetë i madh. Edhe një digë e vetme mund të përmirësojë cilësinë e ujit dhe të veprojë si një pengesë natyrore ndaj zjarreve për zonën përreth. Kjo është më e rëndësishme se kurrë, sepse vitet e fundit Amerika e Veriut është përballur me zjarre gjithnjë e më të mëdha. Në vitin 2020, zjarret dogjën rreth 9 milion akra në perëndim të Shteteve të Bashkuara, përfshirë Utah-un. Shumë studiues besojnë se kastorët mund të jenë pjesë e zgjidhjes afatgjat, duke ndihmuar në rikthimin e lumenjve dhe duke mbajtur peizazhet më të lagështa dhe më rezistente ndaj zjarrit. Studimet tregojnë se zonat me diga kastorësh i rezistojnë zjarreve më mirë se zonat pa to. Nevada është një shembull i qartë. Edhe aty dominojnë peizazhet shkretinore, por rikthimi i kastorëve ka filluar më herët dhe ndryshimi është i dukshëm. Përgjatë rrjedhave si Sazi Creek, toka që më parë ishte e thatë është kthyer në zona të gjera, të lagështa me pellgje, kallamishte dhe gjelbërim të dendur. Mijnë të ujit, rosat, patat, zojtë të zinë, lejlekët dhe shumë specie të tjera tashmë përdorin këto habitate. Kontrasti me zonës së lagësht të krijuar nga kastorët dhe shkëtëtirës përreth është i fortë. Restaurimi i Sazi Creek dhe Maggie Creek filloi në fillim të viteve 1990 dhe kastorët nuk ishin faktori i vetëm. Fillimisht, njerëzit vendosën garde për të mbajtur larg bagëtin nga brigjet e lumenjve, duke i dhënë mundësi bimësisë të rikuperojë. Me rikthimin e bimëve, kanalet filluan të mbajnë sediment dhe të rindërtojnë fushat përmbytëse. Deri në vitin 1996, shelgjet kishin filluar të rriteshin sërish. Në vitin 2003, kastorët u kthyen vetë, duke përfituar nga kushtet që tashmë ishin përmirësuar. Në Utah, puna është më e re, ndaj rezultatet nuk janë ende aq të dukshme. Duhet më shumë kohë që kastorët të mbjetojnë, të vendosen dhe të transformojnë peizazhin. Krahas vendosjes së kastorëve, ekipet po ndërtojnë edhe struktura artificiale që funksionojnë si diga për t'i ndihmuar. Këto struktura vendosen nga ekipe që punojnë përgjatë brigjeve të lumenjve. Ata lëvizin kundër rrjedhës, matin nivelin e ujit dhe shënojnë vendet e përshtatshme për ndërtimin e barierave. Në thelb, po krijojnë strukturat që kastorët dikur i ndërtonin natyrshëm. Kjo është e nevojshme, sepse shumë degëzime të lumenjve Green dhe Colorado nuk kanë më mjaftueshëm dru të përdorshëm. Aktiviteti njerëzor i ka ndryshuar këto zona aq shumë, sa kastorët shpesh nuk kanë materiale të mjaftueshme për të filluar ndërtimin. Për ta zgjidhur këtë, studiuesit krijuan struktura të thjeshta që i ngjajnë digave. Këto rrisin shanset që kastorët e zhvendosur të mbjetojnë dhe të qëndrojnë në zonë. Në vend që të fillojnë nga zero, ata mund të ndërtojnë mbi bazën ekzistuese dhe ta forcojnë më tej. Kjo qasje nuk kufizohet vetëm në Utah. Projekte të ngjashme po zhvillohen në Kaliforninë Veriore, përgjatë lumit Klamath, ku fisi Yurok po punon për restaurimin e sistemeve lumore. Edhe atje, biologët ndërtojnë struktura të ngjashme me digat e kastorëve për të krijuar kushte që i tërheqin ata. Përpjekje të ngjashme po bëhen edhe në shtete të tjera si Montana. Digat artificiale zakonisht ndërtohen nga materiale natyrore të mbledhura në vend. Punëtorët vendosin shtylla druri në shtratin e lumit, me një distancë rreth 30 cm mes tyre.
Pastaj ndërthurin deg të holla dhe fleksibël, zakonisht shelku, për të krijuar një barierë që lejon kalimin e pjesëshëm të ujit. Më pas, mbushin anët me baltë, rër, tokë, rrënjë dhe bim, për ta forcuar strukturën dhe për të mbyllur hapësirat. Në anën e poshtme, vendosin deg në mënyrë të kryqëzuar, që uji të mos rrjedh më në një kanal të vetëm, për të shpërndarë në rrugë të vogla, ashtu si një digë natyrore. Lind një pyetje logjike: nëse disa nga këta kastor janë larguar nga vende të tjera, sepse shkaktonin probleme, a mund të ndodhë e njëjta gjë në Utah? Përgjigjja lidhet me vendodhjen. Këta kastor vendosen larg qyteteve dhe zonave të banuara, në vende të izoluara dhe të mbrojtura. Pra vendosen aty ku puna e tyre ndihmon ekosistemin pa krijuar probleme për njerëzit. Në të njëjtën kohë, bashkëjetesa me kastorët është e mundur kur planifikohet si duhet. Në disa zona vendosen pajisje për kontrollin e nivelit të ujit, ndërsa në të tjera mbrohen pemët me garde. Heqja e një kolonie shpesh nuk e zgjidh problemin, sepse një tjetër mund të zërë vendin e saj. Zgjedhja më e mirë është menaxhimi i situatës. Studiuesit kanë zhvilluar edhe modele për të identifikuar vendet më të përshtatshme për rikthimin e kastorëve në Utah. Ata bashkëpunojnë me agjencitë e jetës së egër për të zgjedhur zona ku kastorët kanë më shumë gjasa të vendosen, ku ndikimi i tyre është më i dobishëm dhe ku rreziku i konflikteve me njerëzit është minimal. Kastorët mund të ndihmojnë edhe në rikuperimin e peshqve, përfshirë salmonin, edhe pse kjo vlen më shumë për zona si lumi Klamath. Në degëzimet pranë West Fork Creek, digat e kastorëve kanë rritur rrjedhën sipërfaqësore në zonat ku rriten salmonët të rinj. Më shumë ujë do të thotë më shumë mundësi mbijetese për ta. Për fisin Yurok, salmoni është shumë më tepër se një specie. Ai është burim ushqimi, të ardhurash dhe një pjesë thelbësore e kulturës së tyre. Në vitet e thatësirës, mungesa e ujit në pellgun e sipërm të Klamath ka shkaktuar humbje të mëdha. Në vitin 2021, rreth 70% e salmonëve të rinj të matur në lum ngordhen. Kjo pati pasoja serioze për komunitetin që varet prej tyre. Ndërsa rrjedhat përmirësohen dhe habitatet rikuperohen, popullsia e peshqve ka filluar të rikthehet. Kjo tregon se restaurimi me kastor nuk ka të bëjë vetëm me një kafshë apo një lum. Ka të bëjë me rindërtimin e sistemeve të tëra që mbështesin ujin, jetën e egër dhe komunitetet njerëzore në të njëjtën kohë. Nëse kjo video ju pëlqeu dhe dëshironi të shikoni më shumë të tilla, klikoni butonin subscribe së bashku me butonin e zilës. Faleminderit për shikimin dhe shihemi herën tjetër.